Çështja e numërimit të votave është kërkesë e kandidatëve e mbështetur nga Partia Demokratike për transparencë. Më duket se të paktën kjo është e pesta herë që para ju sqaroj. Nuk është një kërkesë primare e Partisë Demokratike. Jo. Jo dhe jo. Ta ketë të qartë çdo njeri. Kërkesa e Partisë Demokratike ka të bëjë me legjimitetin e zgjedhjeve. Dhe unë mund të them se tre janë. Tre janë linjat kryesore të kontrollit që ne bëjmë.